Unë mandatin e parë e kam fituar me një mbështetje të plot nga ana e qytetarëve. Jam munduar këtë mbështetje të madhe që kam pasur, jo vetëm të ruaj, por edhe të arriti duke realizuar projekte në infrastrukturë, në qerdhe, shkolla, investime që kemi bërë në komunë, investime në ndërmarrje shari, si dhe në qendrën e zjarfikësve. Pse qytetarët do të besojnë se unë do të jem mandatin e kërkoj dhe mandatin e dytë? Arsiet janë të shumta, njëra ndër arsiet është mos ndërprerja e projekteve që kemi fituar deri më tani, dikun të 5 projekte janë tash duke u realizuar, edhe 13 projekte tjera të cilët i kemi fituar, më do të thonë që unë të jem përsëri edhe një mandat për të realizuar këto projekte. Mos ndërprerja, si dhe përvojën të cilët e kanë fituar gjatë këtij mandati, çdo kandidat i ri i nevojitet një vit përvojë për të ardhur, do thotë, për të realizuar ato punët.